Eja, dhe të falenderoj shumë që je në studio. Përshëndetje. Mirë. Kam shumë kënaqësinë që të kam në studio. Faleminderit për ftesën. Ato të lutem. Faleminderit shumë Belgin. Faleminderit për ftesën. Të lutem. Thuaj pak si je dhe je lodh pak për intervista për deklaratave. Ja, si më lodh. As pak. Ja. Veç kështu mirë. Në rregull. Më thuaj pak si po ndjesh gjatë këtyre ditëve? Mirë se kum pas mbështetje të mëdha prej çdo personi, çdo publiku, kështu që jam i motivuar tash për çdo sen. Po, mbështetja unë thash në fillim të emisionit që ka qenë edhe nga presidentja e vendit edhe nga Federata e Futbollit Kosovës, po thuaj pak si po të bën mundje kjo mbështetje edhe nga fytyrat publike edhe nga showbiz edhe nga njerëz të ndryshëm që kanë epitet shumë të madh publik. Shumë mirë, po më japin motiv për me vazhdu alo më fort, që mos më nol. Kështu që i falenderoj shumë. Në rregull. Unë po besoj që mesazhet dhe gjitha komentet nuk kemë mundësi mja u kthy gjitha. Problem. A je aktiv në rrjetet sociale? Ka jarë jo, se problem dhe mja kthy keve, kështu që ka jarë po pushoj, se shumë. Okej, nga mbështetja nga kush ka habitur më shumë ti? Prej presidentës edhe prej zhegruves, se kom prit pistime 2 javë, edhe pak më herët e kuptua që edhe Fero, kështu që mirë pres në lojë. E mirë pret në lojë edhe Feron. Po. Presidentja e pat një mbështetje shumë të respektueshme në kuadër të asaj se çfarë tha dhe çfarë ka shkruar, por më thuaj pak gjatë këtyre ditëve që lan pas, çfarë patë më shumë ti në mendje? Çfarë të kujtua më shumë ti? S'po di adhen kështu mirë. S'po kam ide tash adhen ç'a më bë se pak jam bë edhe i famshëm, kështu që s'po kam ide edhe adhen ç'a më bë se ç'a më menu. Atë video e cila ka qarkulluar shumë rrjete sociale kemi parë gjithë dhe jemi ndjerë gjithë keq. Dhe Kanapeja zakonisht ka të ftuar në studio të cilët mundohet të promovoj sa më shumë talente. Unë do doja shumë që Belginin ta kisha në një rrethan tjetër dhe jo në një rrethan ku sulmi fizik ndaj tij bëri shumë bujë në media tona dhe rrjedhimisht paraqitjet e tua nëpër televizion dhe mediume të ndryshme në Kosovë dhe Shqipëri janë për këtë arsye. Po besoj që në rrethana tjera do të takohesh me mediat, me sukseset e tua që do të kesh vendore dhe të nënkuptare, sepse talenti është aty dhe puna po besoj që nuk mjafton. Ne patëm rastin diskutonin pak para se të hyrim në studio dhe që futbollin e ka pasur në gjak qysh i vogël. Vërtet. Kështu që të ka penguar ky sulm fizik që të zbehet ëndra pak ose të ndjesh keq karshi këtij sporti? Më ka bë vetëm më të fort, se ju mësua abdin ofendime me pas në çdo ndeshje, ama për dhunë fizike që më ka ndodhur, s'kom pas ide as në shtëpi s'kom treguar abdin që ka i një prind mrena në fush për tribunave dhe më ka shkelmu. S'kom pas abdin ide, veç tash kur pisha abdin mbështetjen përkrojnë për popullit, për njerëzve kështu, tash po kom alo motiv abdin, po kom fokus tash për lojën e ardhshme, që e kom me kallzu alo ma shumë vetën. Sulme dhe bullizime ke pasur dhe më herët. E vërtet. Sulme dhe bullizimi racist karshiteje, po a e ke pritur që kjo do të ndodhë në fush kur je duke luajtur? A ke pasur pritshmëri, a ka ardhur si habi, apo ka qenë e pritshme? Habi, abden se kom menu që e një prind, abden s'pe kuptej që ka shku menja ti, që me im rana në fush edhe më godit. Kështu që s'po di edhe që mi thonë ati, abden s'pe di që ja ka marrë menja. Po. Qëfar pate në mendjen ato momente? Vetëm gull, me shënu dhe me festu para tyre. A të bëri mundje keq, a të zbehje entuziasmin e momentit? Shkelmi së që më ka abdin, kështu abdin veç abije kom pas, ama fjallët që mi thaj mu, pak janë isa më një keq, dullat vej kontrole prej loja kështu. Tha, momentin kërë më shkelmoj, më shoj shkelëm, ma buni, jo ma gjëp dhët me dollë me mledh ekra, s'qeni për futbol. Edhe me njerë abdin, kështu, e ku marrë kejtë në stres. Edhe janë isa tani mos me buj lojën tem, e po dhe trajneri abdin që qëmë të e lu lojën, dhe kur mas një 15 minuta, 20, kur o kry pjesa por, dhe kur i na apet në lojën, pjesë dytë. Tani, kur më ra me marrë dhe një kurner, me qu kurnerin, apet janë isi abdin të më ofendu, të më thonë jo ma gjëp s'dini me qu kurnera. Edhe që aty, taj abdin së merë shajet s'pata kontakt me ta, veç më shti një pak në stres. Taj metëm një, kur shkuva në shtepes, më po ma me nervës. Ma bënd që ki qenë nervës, se u ula, edhe pe abaj thash sembe, thash kena met një, thash
shire rezultatit jam nervos. Thash po pastrona dhe thash po bi po flej. Thash mos të menoj e që më ka ndodhur. Kur u quva tani, po ma bën me tha, pse s'po tregon që të ka ndodhur, Abdin, që ky aksident tha, po menon që si kuptojnë ana senet, Abdin, që si morën vesh, ha? Mami tha. Po. Tani kur peshë ish bëhe madhe, e kish publiku klubi Fushë Kosovës, se falenderoj shumë që s'ma ka fshef, ndin qëta, e tani e posh, janë nisi mu bëhe dhe shumë e madhe, janë nisi, Abdin, me reagu këtë populli i Kosovës. I falenderoj shumë. Pak para se t'juni në studio, më the që unë nuk dua t'i fuz gjithë shqiptarët me një thes, sepse ka qenë vetëm një individ. Përkraje nga shqiptarët ke pasur vazhdimisht. Edhe kum pas përkraje nga Valdete Osmani, që edhe para se me ndodhë kë rast, ma pa të bu një video, një ingjizem, Abdin, kështu, e kum full me to edhe për rastin që më ka ndodhë me Shqipunjat. Edhe ato e falenderoj shumë që kom përkraje deri qëtash me mu. Qëfar këshille e pate nga prindrit kur ju tregove? Që ka ndodhë rasti. Po, qëka të këshilluan për tardhmen ose për qasjen të ndër? Bobi e mur pak si me nëzitim, si me eger, Abdin, e gërsim kështu, ma bujni, dhëtë me ndalu futbolin, se veç po të ofendojnë, po të tojnë, Abdin, gjona që zbën, Abdin, me thonë, po që tash ndodhe e dhuna, ka mujtë më në pëshu thikës, Abdin, Bobi me ne ke shumë senet edhe ma lartë. Edhe dje, Abdin, e ka përmenë edhe në Klan Kosovë, i ka përmenë qëtë që i ka qu shumë senet ma largë, Abdin, menen, kështu e ka qu ma largë. Amo, unë i thash Bobi, s'po du më ndalu, se është i vetë, Abdin, një person që më ka bu mu keq, edhe tash i gomor në gati 1000 përkroje, që tash po më shtin alo, me vazhdu alo ma mirë. Kështu që i thash Bobi, Abdin, s'kam nevoj me lanë futbolin, se është futbolit që më ka rrit deri qëtu, me morë fomën e, me arrit me ep golla, edhe s'po kom ide, Abdin, shumë, kështu, tash. Në rregull. Mund vjen shumë keq që një mosh ka strejt, po përballësh me racizëm, që besoj që nuk je i vetmi, ka dhe shumë tjerë të komuniteteve jo shumit që përballen me bullizime, me ofendime, me ngacmime, me sulme fizike, që pas ka thënë edhe babi që e ka mendu më të keqen, edhe shta instikti i prindit e mendon më të keqen, kur djali shkon në shtëpi dhe tregon që ka pasur sulm fizik, po çfarë duhet thëshë gjithë bashkëmoshatarëve tu ose atyre që bullizojnë ose që bëhen të ndjehen keq siç je bërë ti? Vetëm nëse kanë ëndër një sem për me bu, vore, Abdin, që në sport ose jashtë sportit, veç mos ndalojnë, Abdin, se normal fjalët nuk ndalen, po veç mos ndalojnë, në të bujnë ëndrën, në të kallzojnë vetveten, në të tregojnë vetveten që s'bën monol, Abdin, dorëzimi është veç fjalë. Nëse dërzosh bjen tokë, munda apet më qua, Abdin, me morë alo emër. Kështu që mos ndalojnë, në të vazhdojnë shumë afort. Nëse kitë senet që i thujnë në negativ njerëzit, ata në t'i marrin pozitiv. Në të shpërthejnë që ato momente në të shpërthejnë. Nuk e dija shef dokumentare ose intervistat futbolistëve më famë botërore, të cilët kur e fejnë për rrugtimin e tyre tregojnë që kanë pasur shumë sfida. Shumë gjykime, shumë paragjykime, shumë bullizime dhe jo gjithmonë janë të lehta dhe të shtruara me tapet kuq sukseset dhe fushat e gjelbërta në arenat më të mëdha ndërkombëtare. Kështu që jo që të justifikohet kjo, po mbase sfidat na bëjnë më të fortë dhe na bëjnë të ndjekim ëndrat ende me më shumë pasion. E vërtet, tash Abdin, po du me thonë kështu që s'po mëj me tregu që to. S'po mundesh me artikulu, qëfar saksisht, për suksese, për sfidat e tua? Po, që Abdin, në gjdo sport, në gjdo sen e ki kanin që ndodhë, Abdin, kështu, nuk t'len me vazhdu për para. Një këthes. Po, një këthes. Amo ti bashkë momente që vinë që aty, ti du të me shpërthyja, alo ma shumë du të me jep i vetës, mu motivu që me vazhdu dhe me bu ëndrën tone. Cila është ëndra jote më e madhe? Që mi bu prindrit krenar, e para pikë se prindrit janë që o mjepin mbështetje çdo ditë, që më qujnë stërvitje me plot buzëqeshje, në çdo lojë, Abdin, para se më nisë o mjepin suksese, o mjepin, Abdin, mbështetje që ose motivim që me vazhdu lojën mirë. Çfarë do ju thoshe nga kjo studio prindve? Që i du shumë, Abdin, për mbështjetjen që për ma japin, për motivin. Po ëndra jote më e madhe në futboll, në këtë sport? Që të më thret kombëtari e Kosovës, që mi bu popullin e Kosovës krenar, edhe që të luj për Napolin, se Napolin e këm ekip të zemrës. Ka ekip futbollist të zemrës? Për momente... Me ka i rritur duke e pasur idhull?
para se me im vini abdin ndeshje sene, e kom pos Kravaskiljen, lejtore në Napolit. Po më dujt pak në tradhtor se shkojmë pares, kështu që më dujt të zemre. Tash e kam vinin që ka mentalitet fitusit, edhe që edhe ati kam bua, s'di se keni po në rrjetet sociale, racizëm e kanë ofendu e sene, po sunolaj. A lo është abdin me qatë mentalitetin e fitusit. Vetëm për këto fjalë që i thënë kanape dhe që i ke thënë në mediat në ditët që lanë pas, për besoj që prindrit janë krenar. Kështu që unë jam shumë i bindur që mënyra se si t'ju solle pas ati gjestin në kupton se sa mirë i rritur dhe sa me edukat e ke përballuar gjitha atë raste, nuk e ktheve me të njëjtën gjua, nuk e ktheve me të njëjtin lef qysh edhe e përjetove. Momentin kur aja folje, veç ja kumbo falenderit edhe kum kesh. Që di që abdën e kumbo, edhe u mënësha veç fokusin të gollat, me ep goll edhe abdën me vazhdu lojën, me shku në fushësu, me fitore, me festu fitore me trajnerin, me klubin, se këtë o bo fjolla për 3 pik, nëse abdën e këshëm fitu që ata 3 pik, për fat keq, 2 minutat e fundit në epen gol, s'mojtëm abdën me realizu fitoren. Kështë që tash veç fokusin me vazhdu për lojt, për ndeshjet e radhës. Për personin që ti ka thënë këto fjalë dhe të ka goditur, a e ke falur? Jo. Se qysh kishëroj nëse bobi em, abdën kishim rana në fush, edhe ishin një prëndrit e me abdën kesh, qysh jo një, qysh ishin, abdën ish një edhe bob prindit i qati që ka ndodh, qysh ish një edhe aja, abdën që më ka ndodh mu. Nëse bobi em kishim rana në fush, i kishim shu djoli ti. Qysh ish një aj. Kështu që s'ka kërkem folje, heq, folje s'ka. Ta është në të mirët me ligjën. Ja kom lënë ligjën dorë. Për deri sa ja ke lënë ligjit në dorë, në një mënyrë tjetër është edhe falja. Nën kuptohet pak si falje kur i lënë organet kompetente që të mirën me atë persona. Si jam të s'podu më mirë abdën me këtë sen, jam të mënu me fokusin abdën tash që e këm famën. Pak. Okej, edhe shfrytëzoj maksimum, ti e ke në një moshë në cilën gjithçka është të shtruar dhe gati për ty pas kësaj se çfarë ndodhi, mbështetja është ajo. Unë mendoj që ti duhet të punosh shumë gjatë kësaj periudhe dhe të luar dhe të stërvitësh shumë që ëndrat e tua që mi the pak më herët kthehen në realitet dhe të bëhet të jetë ajo që e ëndron nga ky studio. Mbështetje të mëdha. Ne këtu jemi për të mbështetur në çdo hap tëndim dhe jam shumë i sigurt që nuk do të mungojë në asnjë moment suksesi. Faleminderit shumë. Të lutem, unë të falenderoj ty që gjete pak minuta dhe erdhe në kanape, në gjithë këtë vëmendje që e ke gjatë këtyre ditëve dhe po besoj rrjetet sociale janë shumë po qëndron shumë rrjetet sociale apo po i menjanon pak? Ka njerë po do të mi njëru, s'po do të abdën tash me nejtë veç në rrjetet sociale. Po, se edhe në këto momente din t'jetë në toksike pak, din t'jetë të mbi ngarkuara. Se tani thujnë që ka bu fom tash abdën, mi nëzis pret kë. Kështë që po do të mi njëru pak, edhe jem person që ma shumë ju fokusu në futbollit. E përveç futbollit, a ke pasur ndonjë plan B në karrierë, në diçka, vetëm futbolli ka qenë gjithmonë? Jo, kum përkushtu futbollit, kështu që edhe shkollën abdën e kum lënë pak onash, jem të mirë veç me futboll. Edhe shkollën e kum lënë onash, me nuta pak ma dëpta, me 3-4, jo kum përkushtu veç futbollit, se jem të du mi bu krenar prindrit dhe abdën me ndru ondrën tem që e kam alo. Unë të rojë shumë suksese dhe jam i bindur që këto suksese që po i përmend do t'i kesh dhe të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit për ftesën.